Ka nisur zyrtarisht viti i ri akademik në të gjitha universitetet publike dhe private të vendit. Mira studentë janë rikthyer në auditore, ndërsa për shumë të rinj, kjo shënon fillimin e rrugtimit të tyre të parë universitar. Universiteti i Tiranës vijon të mbetet zgjedhja e parë e maturantëve shqiptar, ku pritet të regjistrohen mbi 11.000 studentë në të trija ciklet e studimit. Nga rreth 20.200 maturantë në shkallë vendi, 60% e tyre kanë zgjedhur të vazhdojnë studimet në këtë universitet. Këtë vit, interes më të madh kanë shfaqur degët që lidhen me shëndetin, teknologjinë e informacionit dhe inxhinierit, të ndjekura nga programet ekonomike. Kuotat në mjekësi, stomatologji, farmaci dhe arkitektur janë plotësuar 100%, po ashtu edhe ato në degët e IT-s në Universitetin Politeknik të Tiranës. Procesi i regjistrimit do të vijojë deri më 8 tetor, me përfundimin e raundit të dytë, ndërsa më pas do të hapet raundi i lirë për maturantët që nuk janë ende të regjistruar dhe për degët me kuota të lira. Në prag të nisjes së vitit të ri akademik, kryeministri Edi Rama publikoi pamje nga godinat e reja të qytetit studenti, ku do të akomodohen afro 5.000 studentë të Universitetit të Tiranës. Sipas qeverisë, këto godina kanë rritur kapacitetin e strehimit me 700 vende më shumë krahasuar me vitin e kaluar dhe ofrojnë kushte më të mira jetese për studentët.